Një mënyrë tjetër për ta shikuar transformimin e madh që na duhet me fitoren e nesërme, është për ta parë popullsinë e Mitrovicës, jo vetëm si banor, farefisni e miqësi, por edhe si profesione. Njerëzit e gjitha profesioneve duhet të bëhen bashk dhe të votojnë aty ku e kanë vendvotimin numrin 105 e Faton Pecin për kryetar. Pra, ju bëj thirrje secilit, shankisti, kamarieri, frizeri, berberi, muratori, dentisti, taksisti, shoferi, mekaniku, elektricisti, salduesi, agjustatori, pylltori, zjarfiksi, minatori, robaqipsi, inkasonti, zdruktori, farkatori, rojtori, kuzhinjeri, pastrusi, ortori, arkitekti, veterineri, fermeri, kondukteri, bankeri, inxhinjeri, piktori, skulptori, tregtori, kopshtori, argjentori, aktori, noteri, mjeku, infermieri, bujku, bletari, bukpjeksi, nxënësi, arsimtari, studenti, profesori, recepcionisti, kontabilisti dhe çdo profesion që harrova ta përmend, bëhuni bashkë e na e bëni Faton Pecin kryetar të Mitrovicës. Dhe krejt në fund, ju lutem, nesër votojmë bashk, fitojmë bashk, festojmë bashk, Faton Peci kryetar.